Aleanca për Ardhmërinë në Kosovës ka përmbyllur fushatën zgjedhore në Gjakov, ku drejtuesit e saj kanë ftuar qytetarët e kësaj komune që të bashkohen dhe të votojnë më 8 qershor për të larguar nga qeverisja PDK-n dhe Hashim Thaqin, pasi vlerësojnë se ka qitur faqen e zezë Kosovës dhe botës. Kryetari i AK-s Ramush Haradinaj, lidhur me shpërthimin në termocentralin Kosova A, tha se shpresojnë që të mos vinë më lajme të tilla të këqija. Haradinaj ka ftuar qytetarët e Gjakovës që ta votojnë AK-n dhe drejtimin e ri, pasi sipas tij Kosova ka nevojë për një qeverisje ndryshe me program të qartë pa korrupsion për të gjitha komunat dhe gjithë qytetarët e saj. Është marrë që na ka ardhur puna si shqiptar, si ata që na ka desh këtë bota, si Gjakovën që ka pas qenenin 50 qytetet e botës. Tash ku jemi? Ku kemë ri? Çka me fol për isën që smujti me i dal hakut Prishtinës, me i dal përballë, thot i dal Kosovës, nuk mujnë. Këtu janë argumentet, mujnë. Referencë është një qëndiqi i qeverisjes dikurshme, referencë është drejtësia dhe vërteta. Ju më keni dëgju edhe unë po e thëmë me emën Zotit, me emën Zotit, po fitoj. E pse po thëmë me emën Zotit? Nuk bëhet kjo fitore për hatin tamë, as pushtetarëve, sot, as dikur. Po kjo bëhet për hatër të njerëzve, për drejtën e tyne, është e drejta e Zotit edhe e njerit, që edhe Kosova me jetu si duhet. Por jem ka bëhet bashkë si qëllim, e qëllimi është zhvillimi i venit nga dita ne e qeverisjes. Jo me ju vanu mo, jo me ju bo me vajtu mo, jo me ju mashtru mo. Ndërsa nën kryetari i AK-s Ardian Gjini ka drejtuar një mal akuzash ndaj PDK-s dhe Hashim Thaqit, duke thënë se mos investimi dhe mos mbyllja termocentralit Kosova A nga kjo qeveri ka bërë që tash të ndodhin shpërthime në kek dhe të marrin jetra njerëzish. Kova për shekuj ka derdh mund, djerës, dije, ka derdh dhe gjak për këtë shtet. Nuk është jetime, Gjakova është e Kosovës. Po njerëz që sillen kështu me një region nuk meritojnë me marrë vot as në region të vetin, nëse ka njerëz që kuptojnë se çysh ndërtohet shteti, çysh ndërtohet solidariteti mes njerëzve, çysh duhet me i bo regionet mi dash njëri tjetrin edhe me një gzim kur dikush është i gzum një region tjetër edhe mu i dhu kur ata kanë ndaj ditë pak më të vështirë. Kto e ka prish zoti Thaçi. Po duket se duhet me i thonë për këtu këtë Kosovës, po dhe Gjakovës. Kosova është e jotja, po edhe këtë tjerëve në Kosovë, Gjakova është e juja, nuk është e huja. Gjini tha se në Gjakov as një rrugë, as një urë, as një projekt që mund ta përmendin qytetarët e Gjakovës nuk e kanë bërë njerëzit që janë në qeveri. Edhe kryetari i AK-s në Gjakov Paleka i tha para qytetarëve të Gjakovës se më 8 qershor duhet të votohet AK-ja dhe lideri i saj Ramush Haradinaj, pasi sipas tij më shumë se kur Kosovës i duhet një lider i tillë, i cili do ta çojë Kosovën drejt një zhvillimi ekonomik mirëqenie më të mirë dhe sundim të rendit dhe ligjit. Ne, Aleanca, asnjëherë nuk ishim kalimtar, por ishim gjithherë me ju dhe me ju me ne. Është e vërtet se ju shumë herë na e dhatë besimin dhe na u munduam me tërë mundësin që tu ashtë problem votën e juaj me punën tonë për të mirën tuaj. Vendit i duhet një udhëhec, një vizionar i cili diti të prinë në luftë, po ashtu në pace dhe do ta drejtoj vendin drejt zhvillimit, perspektives dhe familjes evropiane. Leka i tha se drejtimi i ri dhe lideri Ramush Haradinaj i duhet Kosovës për kryeministër, ashtu siç i duhet njeriut buka.